3 minuta. Të dashur qytetarë dhe qytetare, ai që shihni aty, ai ndroi mbiemrin, ai tani quhet Blendi Xhabafti. Ju tërheq vëmendjen, do t'ju heq drejt në fjalës. Mos i drejtoni me gisht antarëve të Këshillit Ministrave. Një bandit më i keq. Edhe njerë, ju tërheq vëmendje, ju jap drejtje. Roberti dhe Alfredi Xhabafti. Ja, ky është. Mos ju drejtoni me gisht, me fjalë të padenja antarëve të Këshillit Ministrave. Kaq. Mbyllë. Edhe ti, ai është i lloj me ty, sepse edhe ti erdhe si Spiropali e përfundove si... Ulu në vend të heq drejt në fjalës, të heq të drejt në fjalës, vazhdo. Ta dash të drejt në fjalës, ta heq të drejt në fjalës. Ti nuk mund të vish këtu pas humbjes tënde dëshpëruese dhe turpruese dhe të tentosh të prishësh kuvendin e Shqipërisë. Ta dash fjalën sipas rregullores. Ta dash fjalën në mirëbesim që do ta marrësh fjalën për të folur për ndryshimin e rendit ditës. Ky është rendi ditës, keni bërë një kërkesë, nuk dilni të flini për kërkesën tuaj. Kaq, jo nuk mund të flasësh, e mbylle për sot, siç e ke mbyllur për gjithmonë dhe me turp. Tani vijoj me votimin. Hedhim votim të hapur me kartona propozimin për ndryshim të rendit ditës. Kush është pro? Kundër? Abstenim, kërkesa nuk miratohet, këtu mbyllet seanca plenare. Faleminderit, seanca e radhës do t'ju njoftohet.